Mendoj që afërsia e saj me LDK-n burimin e ka atu. LDK-ja mund të pres që të kenë pastaj një bashkëpunim për një listë të përbashkët me partinë e Vjosa Osmanit. Krejtën mund të them spekulime. Nuk ka, po mendojmë që armja politike mund të jetë, po që se nuk merr mandatin edhe për 5 vite për presidente. E atëherë do të kemi një situatë jashtëzakonisht interesante. Duket që ka një reputacion, ka një ndikim, e tash au ndikimi i pushtetit, sepse duket ai Ben Blushi ka pas thonë fjalën me Partinë Libra, duket Shqipëri ka pas qenë ajo fjalia që e mbylla partinë se shqiptarët e dojnë pushtetin, jo opozitën. Nuk mund tash kjo mund të provohet, pastaj pa pushtet mund të provohet. Por besoj me sa shifet pjesa e LDK-s që ka qenë votuese e VV-s mund të afrohen të Vjosa Osmani. E këtu LDK-ja mund të pret, sepse LDK-ja nuk e besoj që e mirë pret sekretare partije, sepse ata që vinë kryt partisë asesi nuk shojnë pa. Do thotë është e pamundshme të jetë të Zaventësoj Abdigjiku në këtë rast. Mirë, po koalicionet brenda mund të jenë që ose një listë e përbashkët që mund të sjellin ndonjë benefit në këtë rast LDK-s, por edhe subjektit të zonës Osmani ose tash presidentes Osmani, sepse epiteti i tillë nuk i jek, edhe ka një epitet në jetë që presidenti i jetë ndoshta gjithë jetën. Sidoqoftë, mendoj që spektri politik në Kosovë mund të them një kolerat të ri, por kjo varet, mund të them, nga momenti kohë, por edhe proceset e tjera me të cilat sot nuk jemi në situatë e mirë, them drejtën, përgjithësi çdo evolim i situatave qoftë në lindjet e afërt, qoftë në luftën në Ukrainë, kanë impakt edhe në Ballkan. Unë për atë po them, është jashtëzakonisht, shef, institucionet e Kosovës mund krijohen për 5 minuta. Por nuk ekziston vullneti, se apetitet janë mëdha dhe apetitet e njerëzve, të cilët mund të them kalojnë paranojë. Dhe paranojat nuk mund na afrojnë kompromis. Paranoja frigohet edhe fëmijëve, edhe gruas, edhe familjes. Paranojat e tilla janë edhe si aspekt social. Edhe politikë janë më të rrezikshëm, ose të pushteti. Dhe në këtë drejtim, mendoj që kemi nevojë të kemi ne kemi kriju klasa politike aksidentale të rastit. Dhe ata që kanë kërku këto të mirat e benefitet e pushtetit, tash është problem t'i largojsh. Nuk ka rëndësi a ka nivel as ka nivel. Ata tash janë në atë pozicion që janë gjendje shantazhime, probleme të bëjnë, mos të çojnë dorë nga ato benefite. Po protestat në Serbi që zhvillohen kundër Aleksandar Vučić, si konsideroni ju, duke marrë parasysh që presidenti serb është shprehur se këto grupe të buesish janë nxitur më shumë nga politikanët kosovar? Tash është një manipulim për Kosovën brendshëm, sepse çdo gjë që përmendet me Kosovën dhe shqiptarët në Serbi pastaj merr një frym tjetër dhe e tëra kjo mendon Vučići, mendon që gjitha këto i bin kont, e rimbursojnë, ta quaj kështu në fjalorin bankarëve, sistemit bankar, që atë japin forcë për ta mbajtur pushtetin. Gjitha këto, shefrin, Serbia e ka një situatë fragilitetit mes shtresave të ndryshme, sidomos partive politike dhe lëvizjes studentore në këtë rast. Lëvizja studentore në Serbi ka të quajtur ato plenumet që mbahen në mbrëmje dhe e bëjnë një, mund të them, refresh të gjitha asaj aktivitetet e tyre të përditshme. E kanë pas një sukses protestat, por protestuesit dhe gjenerata e tillë e cila proteston në Serbi e ka një problem që nuk ka lider i cili është identifikuar, por edhe me përvojë, sepse nga studentët si gjenerata të reja nuk më pritet që mund del ndonjë lider i cili mund t'i merr përballë procese të ndryshme, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme. Por sidoqoftë është shaj e mirë, sepse fillet e zhvillimit të një shoqërie ose të një sistemi janë lëvizje studentore. Por ata kanë edhe një që është jashtëzakonisht pozitive, që nuk dëshirojnë opozitën ta fusin në organizim të tillë, sepse ata mendojnë
dhe kanë drejt, që edhe pushteti edhe opozita nuk dallojnë shumë, për nga korrupsioni, format të ndryshme. Dhe këtë drejtim tash kem një situatë jashtë, sepse në Serbi në opozitë Dragan Xhillasi ish partia e Zoran Xhinxhiçit, e cila ka pasur edhe Kurbashjakun në Beograd. Dhe më të them disa kemi korpusin e partive të cilat janë nacionaliste, nuk ka shumë disponim, më të them nga ikonografia e protestave shihet që ndaj Kosovës është një situatë e njëjtë, më të them drejtën. Ata kanë një bindje të njëjtë. Do shta mund të jenë edhe ma ekstrem. Dhe kjo tregon e tëra që pastaj disponimi anti-evropian, të them drejtën, Serbi nuk është sidomos, mund të them, disponimi për në NATO, që Serbia ka deklaruar në platformën e saj të, më të them, të militarizimit, do thotë si vend neutral. Dhe por aspektet rreth integrimeve evropiane janë ato të cilat Serbia në një farë mënyrë dëshiron të banat karrikën e treshës Rusi, Kin, Union Evropian, plus 4 Partij Atlantikut Amerikan. Dhe kjo tëra e bën jashtëzakonisht komplekse situatën e Serbi. Por edhe pushteti që tani mund të them i konsumuar, shef njerëz kur rrin 12 vite, 14 vite në pushtet, është mund të them një kohë që nuk sjell diçka më mirë, nuk ka produkt më të mirë. Por kjo situatë në Serbi do thotë edhe partive proruse, sepse shifni, Vučićin janë 3 faktorë Serbi që rrezikojnë. Është ushtria, shërbimi i inteligent, qoftë i ushtisë edhe ai civil, i BIAS, dhe Kisha Ortodokse Serbe. Por kupolli gjithë kësaj është Kosi, Kisha Ortodokse Serbe. Dhe në këtë drejtim mendoj që ai gjinet para një situate ku mendoj që ka mundësi të operoj nga loja ti me perëndimin dhe interesat me trup, po me kokë dikun tjetër. Në aspektin, do thot, fizik, tentojnë që proceset të përfitojnë, dhe kanë përfituar nga, sepse Serbia është antare kandidate për Unionin Evropian, dhe mendon që integrimi i saj mund të sjellë benefite, bile edhe tash ka benefite, sidomos në raportet që kanë të bëjnë me tregtinë e mallrave serbe, apo edhe ato që ka përfituar Serbia nga këto procese. Por e ka kapitullin 35 kaptina, 35 që marrëveshjen obligative dhe ligjore me Kosovën, dhe të antarësimi është problem. Ose do hyjnë bashk, do hyjnë gjitha një numër i vendeve të Ballkanit. Këtë rast unë besoj që Shqipëria me malin e zi, ato fjalës e Antonio Kostës dhe shumë përfaqësuesve evropian, 29-30 Shqipëria dhe Maqedonia, por meqense nuk them që francezët nuk e mbajnë fjalën, meqense presidenti kroat ka tërhekur vërejtjen, që është një bllaf politik i cili jepet për konsum sepse nuk mund të ketë pranim në këto vite. Por sidoqoftë, do thotë, tema te Serbia, mendoj që protestat e tilla kanë fituar dhe kanë marrë një kaje që kërkesat e tash kryesore e protestuesve në Serbi është zgjedhjet e parakohshme parlamentare. E si do dalin pastaj rezultatet? Besoj që këtu do të luhet loja, po që se bën zgjedhjet në një afat të shkurtër, këtë vit, atëherë këtu loja e madhe do të luhet, nuk ka mundësi më të ketë keqpërdorim dhe vjedhjet e votës. Zoti Bilali, unë ju falenderoj arzakonisht shumë për këtë intervistë. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj dhe juve.